Përshëndetje, miq të Radio Televizionit Korça, jemi rikthyer si çdo të njëjtën në emisionin Thash e them sport. Përshëndetje Nea, përshëndetje edhe gjithë teleçikuesit që na ndjekin nga shtëpia në emisionin Thash e them sport. Është një javë me shumë evente, me shumë ngjarje, në fakt ne po afrohemi në një nga ndeshjet më historike të historisë të kombëtares shqiptare. Ka ndodhur dhe më përpara, por përsëri sa herë është një përballje të tillë, gjithmonë do të quhet një ndeshje historike për shkak të rëndësisë dhe shumë faktorëve të tjerë. Jemi vetëm 10 ditë larg ndeshjes Serbi-Shqipëri. Ndeshja e dytë kualifikuese për botrorin 2026. Shqipëria vijon ende të jetë në valle për një kualifikim të mundshëm, mund ta themi, në botror. Loja deri diku na ka treguar që nuk ka qenë ajo e dura, por që shpresat janë dhe përderisa matematika e lejon, çdo gjë mund të ndodhë. Më duket pak e vështirë Nea, sepse edhe nëse ne dalim me 3 pikë nga Serbia, prap do ta kemi të vështirë për shkak se duhet të marrim një barazim ose një fitore kundër Anglisë, sepse na ka djegur shumë ai barazimi kundër ekipit Letonisë dhe ajo do të na kushtoj edhe nëse ne dalim me 3 pikë nga stadiumi i Serbisë. Gjithsesi, edhe barazimi me Serbinë, penaltia e humbur nga Rimani. Edhe ajo, po. Domethënë pothuajse ne i kishim të gjitha mundësitë për këtë vit. Janë 4 pikë, po themi, të lëna që ne sot mund t'i kishim të humbulluara dhe gjithsesi ka edhe një problem tjetër që është edhe vendi i dytë nuk të siguron asgjë. Play-offi do të jetë shumë i fortë me një ekip i cili është venditur vend të dytë, do mund të bjerë ndonjë Belgjik, Hollandë, ekipe të cilat por që përderisa matematika e lejon, pse të mos shpresojmë. Do të jetë pikërisht ndeshja Serbi-Shqipëri, e cila luhet pas 10 ditësh në stadiumin e Leskovecit, mos gaboj, nuk luhet në Beograd. Autoritetet serbe kanë zhvendosur këtë ndeshje për shkak të sigurisë në një stadium me kapacitet më të vogël dhe do të jetë pikërisht kjo ndeshje ku ne do të fokusohemi në këto 60 minuta kryesisht në emisionin Thash e them sport. Do diskutojmë për gjendjen e futbollistëve, do të diskutojmë për atmosferën, se si do pritet kjo ndeshje, do diskutojmë gjithashtu edhe për një plan të mundshëm të Ballist Morinës përpara kësaj ndeshje, mund ta kemi apo jo. Me gjitha këto do të flasim tani me Petrikën dhe unë them ta nisim nga gjendja e lojtarëve në kampionatet ku ata luajmë 10 ditë përpara kësaj ndeshje kaq të rëndësishme. Unë shikoj si lojtarin cilin që ne kemi pikën kyçe te ekipi, sepse është ai që bën lidhjet, flas për Kristian Aslanin, është ai që bën lidhjen midis mes fushës edhe sulmit dhe mbrojtjes, është pothuajse lojtari rregullator. E shikoj që po luan tek ekipi Torino, nuk është se po jep ndonjë rendiment të lartë, por me kalimin e kohës, nëse një futbollist luan gjatë gjithë kohës me ekipin e tij, atëre tregon një formë të mirë. Ka kapacitetet që të marr veten e tij përpara dhe na marr dhe ne përpara, sepse është ai rregullatori që thashë i mes të fushës. Nuk është publikuar ende, ndërkohë që kemi ndonjë informacion, çfarë flitet, ndonjë thashë them se kush do të jetë ndonjë surprizë e Silvinjos në listën me Serbinë. Silvinjo, me sa kam dëgjuar dhe me sa e njoh si trajner, nuk besoj se do të ketë surpriza në këtë ndeshje. Domethënë është trajner që nuk i ka qef surprizat, ai beson atyre 11 lojtarëve që ai ka të zgjedhur në kokën e tij dhe zakonisht ata që e kanë nderuar Silvinjon. Pra unë mendoj që nuk do të ketë surpriza, do të jenë pothuajse të njëjtët, madje unë mund të them edhe formacionin që si do të luajë ai, por që gjithsesi Silvinjo do të di informacionin që sot Silvinjo do të futet në fushën e lojës për barazim dhe pastaj po doli, kap çart kap. Kështu do futet Shqipëria. Nuk kemi ne një trajner me personalitet që po dal të thotë ne nuk kemi asgjë për të humbur atë ndeshje. Po sepse janë këta trajnerë që tani është kthyer tipik. Po çi duhet barazimi aty më? Prandaj po të them, edhe mirë, i hyr në fushën e lojës, dil përpara, sulmo, po patë. Do një lojë të bukur, Serbia s'është se ka ndonjë lojtar që të dal përpara aty, të kap kundër sulm. Jo, i luaj përpara atje, po humbe, po fitoi, po mirë, po kjo ndeshje ka të peshën. Nuk do t'i preferoje skemat në këtë lloj ndeshje. Nuk do doje strategji, nuk do doje një plan, një synim. Sigurisht më që do t'i doja, po punosh. Do të futeshin lojtarë në sulm, ose skemat ndërtoi të gjitha në sulm. Mos ndërtoi skem tani për të mbrojtur edhe për të dalë 0-0, po ja nuk na mundi do Serbia, edhe kështu ruan dhe neve nuk na mërzit shumë, domethënë. Po ai ka të qartë, nëse nuk arrin dot të kualifikohet në botror, kontrata e tij përfundon aty. Duka e tha para disa javësh në një deklaratë publike që gjithçka për të ardhmen e trajnerit Silvinjo do të varet nga kualifikimin në botror. Kështu që ai e di që
ndaj Serbisë nuk ka se çfarë u mbet. O do fitoj, barazimi nuk besoj se ka ç'i duhet. Jo, s'vlen fare, domethënë barazimi. E po atëre duhet të shikojmë një Silvio që se kemi parë ndonjëherë. Pse mos e shikojmë? Shpresojmë që ta shikojmë se kur s'ke asnjë për të humbur. Ti je skeptik gjithmonë. Se nuk e kam parë, ka treguar që s'është ai trajner që guxon, s'është ai trajner që jep gjithçka për të marrë fitore. Ai është trajner që po i doli. Po gjojti ndonjë Hasani miku i tij ngusht, edhe po gjojti ndonjë Bajrami. Edhe Hasani s'po e fut më në formacion. Po se e ka parë tani, domethënë e ka parë që ai lojtar nuk jep më. Domethënë në kampionatin do të pres 90 minuta për një gjuajtje të Hasanit, po themi. Se vlen se të kanë studiuar tani ekipet e tjera, hyrë deri në Europian, vetëm ka mrekullitë e 2 lojtarëve, të cilët sot unë them që nuk janë të dy, për asnjëri nuk është për formacion titullar në këtë ndeshje përballë Serbisë. Kush ishte tjetri? Bajrami dhe Hasani, të dy që gjuajnë bombat nga larg nga larg zonë. Bën dhe gola në kualifikueset e Europianit. Të dy nuk besoj se do të jenë pjesë e formacionit bazë. Okej, atmosfera, shikojmë, mbaj mend, ndërkohë regjia na ndihmon edhe me pamjet e incidenteve të vitit 2014 kur luaj ndeshja Serbi-Shqipëri në stadiumin e Beogradit. Ishte Shqipëria e Debjazit, ne luanim për një bilet në Europianin 2016 që për fat të mirë në fund e arritëm dhe patëm atë paraqitje historike për herë të parë në Europian. Të kujtohet atmosfera, jemi 11 vite mbrapa, Petrika, shtator përsëri. Ndeshja luhet në 11 tetor, atëherë ishte 14 tetor, janë fiks 11 vite më mbrapa. Çfarë pritet kësaj here? A do të jenë përsëri serbët aq agresiv, po themi, apo aq të dhunshëm, aq të tensionuar në këtë përballje? Mua më kujtohet fare mirë sepse punoja për një portal në atë kohë me lajmet sportive dhe fati tim i keq që unë s'kisha internet në shtëpi atë ditë dhe nuk kishte shans domethënë që të bëja dot lajme, e kupton? Dhe edhe pa ndeshjen. Edhe pashën, jo ndeshjen po e shikoja, unë po duhet të bëja lajme gjatë gjithë kohës, e kupton? Mirë, po s'kisha internet në shtëpi dhe kishte rastisur në një moment kaq të keq, saqë edhe sikleti këtej, po dhe sikleti këtej i lojtarëve u bën një mix atje që edhe unë nuk po dija çfarë të mendoja dhe çfarë të bëja në atë momente. Gjithsesi të kujtohet besoj, ja pikërisht unë them që ky ishte një provokim ndaj serbëve dhe ishte vërtet një provokim, pavarësisht se ai flamur, unë si mësues historie mund ta shpjegoj që ai është shumë i saktë në atë, domethënë territoret tona shqiptare shkojnë deri atje ku i ka. Po pra, gjithsesi, tani nuk mund të luash më politikisht në një stadium dhe kjo ishte një provokim i pastër që çoi deri në degradim pastaj. Serbët mund ta kishin menaxhuar më mirë situatën, pavarësisht se eskaloi dhe po, nuk duhet ta çonte deri në ajo. Nuk mund të flitej më për futboll, por që un po përfitoj të ndalem te kjo foto e Ballist Morinës. Është një nga protagonistët kryesor të Beogradit, të asaj mbrëmje, sepse flitet që ai ishte autori i dronit të ngritur në stadionin e Beogradit dhe në fakt kam parë disa postime, disa komente në rrjetet sociale të vetë Ballist Morinës që po numëron ditët, numëron orët e kësaj ndeshje, sikur do të paralajmërojë diçka. Nuk besoj se do të paralajmëroj diçka, gjithsesi sepse apo thjesht ka një lloj dot sikur ti mbaj në presion apo. Ndoshta edhe për famë, bën që se ka rënë fama tash, edhe Ballist Morinës. Domethënë Ballist Morina ka një vlerë me Hasani, Bajrami dhe Ballist Morina. Po edhe ai na kualifikoi në Europian. Tre lojtarë se futa dhe lojtarë dhe Ballistin, na kanë kaluar në Europian. Shko, kjo është nuk do të kemi të thua një surprizë. Serbia është një shtet i mobilizuar shumë kohët e fundit për shkak të trazirave që po ndodhin me një qytetarët, domethënë nga 6 milionë të ngrihen 4 milionë dhe përsëri vazhdon të qëndrojnë në qeveri pa u dridhur qerpiku, zotëria që është kryeministër dhe ka mobilizuar pothuajse në çdo qytet, në çdo vend, ushtria, policia, është një shtet që është gjithmonë në gatishmëri dhe është e sigurt që ky zotëria vetëm po të jetë duhet bëj ndonjë skenar filmash që të bëj ndonjë provokim tjetër ose të bëj ndonjë diçka që të irritojë edhe një herë publikun. Mirë, po tani irritimi i tyre mund të ketë pasojë më të rënda që për lojtarët, për stafin. Po thuaj që ai është koshient se çfarë mund të ndodhë nëse ai bën një provokim të ngjashëm me atë të vitit 2014. Unë them që nuk duhet të ndodhë më dhe nuk duhet të provokojmë serbët në këtë moment. Ne thashë theme jemi mund të aludojmë edhe mund të amëndësojmë edhe skenar të tillë, por që thjesht fakti që ai po numëron ditët tregojnë që mezi e pret të ndeshje dhe ndoshta mund të ketë. Jo, ndoshta si këto personazhe të TikTokut me që kanë fama e tani të shkojnë. Ka vuajtur Ballist Morina që pas 14 tetorit 2014.
Për çfarë arsye? Ka Kërcënime. vuajtur, më ka bërë burg, ka ndaluar në për dogana, e kanë kërcënuar familjen, ka vuajtur shumë pas atij, domethënë nuk është se pati një jetë i qetë pas atij episodi. Po normalisht Kështu se që ka grupe pavarësisht- nacionaliste që do të ndjekin gjithë jetën, ajo dihet, po tash unë nuk e di se për çfarë po thot ai me këto komente, po që nuk ma merr mendja që të ketë plus që domethënë kur ndodh një herë, okay, është rastësi, herën e dytë nuk e lejon të ndodhë, është kështu është logjika e këtij muhabeti. Okej, stadiumi i Leskovecit e kemi edhe në pamje, regjia do të na i mundësoj tani, është një stadium prej afro 9000 vendesh. Është stadiumi në Leskovac, është një qytet në Serbi, është i rinovuar domethënë tani së fundmi, i plotson të gjitha kushtet e UEFA-s, mirë po kapaciteti është vetëm sa thet edhe ti 9000 ulse, që do thotë që nuk është një stadium i kapacitetit ato që kishten pa kapaciteti që kanë në Beograd. Kështu që atmosfera sado do të jetë më e kufizuar dhe më e vogël. Këto stadiumet e vogla ndonjëherë kur mbushen plot, kanë akoma një atmosferë më të zgjatë. Dakor, po këtu është e kontrollueshme, turma, këtu është e kontrollueshme çdo gjë. Mendojnë që si do organizohet, po themi, gjithë mbarvajtja e kësaj ndeshje. Do të ketë forca speciale të angazhuara, do të ketë njerëz të zgjedhur të cilët do të futen në stadium me kartë identiteti apo me mjete të tjera apo do të jetë e ngjashme do të jetë kjo gjë dhe shumica do të jenë civil ata që do të ruajnë rendin me sa kam lexuar, sepse kur janë civil jemi një lloj si tifozi dhe civili, kështu që mund të neutralizohet ndonjë objekt ose diçka. Mendoj se duke qenë se është 8 policor në këto momente, mendoj që do ta ketë të lehtë për të kontrolluar këtë turmë dhe mendoj se çdo gjë do të shkojë mirë pavarësisht se nuk përjashtojmë asnjë nga episodet që ti përmende. Okej, por rikthehemi edhe një herë tjetër tek gjendja e futbollistëve tan. Ti përmende Kristian Aslanin, i cili po luan dhe ky është patjetër një sinjal shumë i mirë për Silvinjon, por edhe për tifozët, sepse do të kenë në fush një futbollist të karikuar apo një futbollist me minuta në kamp dhe në formë të mirë sportive. Por me futbollistët e tjerë, Aslani shihet patjetër titullar sepse ka qenë në ndeshjet e fundit dhe normalisht Silvinjo do t'i besoj. Por titullar ka luajtur edhe Armando Broja. Ndërkohë nuk po e shohim fare Broja ka luajtur vetëm në ndeshjet e kupës, në kampionat thuajse është aktivizuar vetëm në 10 minutat e fundit, po them ka luajtur titullar me kombëtare në ndeshjet e fundit. Po ketë drejtë. Dhe tani nuk po luan fare me ekipin e tij. Gjithsesi Broja është një lojtar titullar tek ne. Broja është Broja. Broja është Broja dhe do të jetë titullar besoj tek ne. Po unë shikoj dhe një rritje të Arber Roxhës, pavarësisht se në emisionin e kaluar përmendëm që kishte një rënje, po në ndeshjet e fundit ka luajtur titullar, madje ka shënuar dhe gola, ka dhënë dhe asist. Mendoj se është në formë të mirë dhe mund të plotsoj ai treshën e sulmit. Unë do doja të ishte Hoxha, Daku dhe Broja në krah të djathtë, sepse edhe në krah të djathtë nuk mund të luajmë më me Aslanin siç e përmendëm. Sa i takon pastaj mezit të fushës, është Aslani, besoj Çazim Llaçi dhe pastaj do të luhet midis Julian Sheut, Ramadanit, domethënë këtu do jetë. Mendoj do të jetë Julian Sheu. Po, sepse edhe unë e shikoj si një lojtar më në formë të kombëtares sonë në këto momente. Ndërkohë Elsei Tysaj rikthehet për herë të dytë në Serbi. Kur më flet për Ysaj, një lloj sikur më flasi për Xhunfurin e Skënderbeu, domethënë. Një të duken, Po, një lloj, dhe pse Ysaj të them atë që është që ndeshjet e fundit me kombëtarin ka luajtur shumë mirë pavarësisht se nuk ka marrë asnjë minutë me Lacion që nga starti. Por duket sikur është transformuar me kombëtaren shqiptare dhe në 3-4 paraqitjet e fundit i ka zhvilluar të shkëlqyer. Dakor, po nëse nuk luan te klubi ku je, atëherë do ta kesh problem në kombëtare. Tash Elsei Tysaj kur luan te klubi vet, te kombëtare bën gabiime. Tani që s'luan fare, tani po punojnë të mirë tek kombëtare. Kështu më mirë kjo. E dyta. Më mirë për ne, këtu në Leverdis. Më mirë për ne, po unë prapë mendoj që është një, si të thua, është një risk konstant për bërjen e gabimeve, një risk konstant për lënien e hapësirave. Gjithsesi shpresoj që të bëjë ato paraqitje që ka bërë dhe mos jemi saktë në vlerësim që i ka. Okej, në Porto do të luaj Thomas Trakosha. Ka kapur vetëm përsëri në Greqi, sepse arriti një moment që ka humbi dhe vendin e titularit, pati disa probleme. Po gjithsesi me sa kam para ekun në këto kohët e fundit dhe formacionet dhe në ndeshje që mund të shikoj, e kam parë që është titulari pa diskutueshëm, sepse ka bërë paraqitje shumë të mira. Dhe ka bërë disa pritje përpara 2 javësh të jashtëzakonshme
Mendoj se është në formë dhe un kam patur besim te ai, në momente humba prap besim, por tani mendoj se është rikthyer sërish ai Strakosha që duhet të jetë në 11. Do të jetë patjetër një lloj garancie në katërkëndshën e portës, sepse këta e kanë treguar gjithmonë që në mos njëri tjetri e ka bërë gabimin. Kështu që garanci me ata lojtarë, se prap emri Strakosha dhe Ysa e kanë, e kupton. Këtë njëjtit personazh, të cilët kanë gabuar vite pas vite dhe të njëjtit personazh. Një gafe prap në. Edhe kur shikoj kombëtaren, kur do vi momenti i gafës. Domethënë kur do bëj një autogol, kur do marrin një karton kuq. Kemi humbur po. Edhe këtë, po na ka shoqëruar. Pastaj kemi dhe Reimana, Sarova të thoja që unë thash Daku, Hoxha dhe Broja parë që Reimana do luaj, diskutohet në sa koca tim sallatën. Reimana, Broja dhe Reimana dhe Hoxha. Do luaj titullar Albroxha mendon? Mendoj se me formën që ka treguar besoj se do luaj. Po nuk do mendon që është shumë ofensiv si formacion, sepse nuk është nga ti thua që Silvinho nuk është aq trim, po themi sa të luaj me 3 sulmues. Paktën të luaj kështu i deklaruar që të thotë ja jodha këta në fushën e lojës, ja unë e bëra detyrën time. Po themi një 4-3. Mirë, po detyrat se si do t'ja jap, pastaj është çështje tjetër. 4-3 klasik. Paktën që këtu duhet ta nisësh me një 4-3-3 që të kesh ofensivën ti, ta marrësh ti ofensivën, se nuk ka gjë Serbia. Është një moment, domethënë siç është shteti, ashtu është e kombëtarja. Pra në një moment që nuk shkon asgjë, edhe me këtë trajnerin ka patur probleme. Vlahovic do të luaj? Është problem i madh nëse luan Vlahovic, sepse është një lojtar kalibri, nuk kemi një lojtar si ai. Me besoj se ai do të jetë pika e referimit në majën e Stunit, pas pjesa tjetër nuk e di për Tadic apo për lojtarin që luan në krah Kostic që edhe ky me Juventusin, nuk e di këta lojtar. Gjithsesi, është momenti që ne ta godasim Serbin. Se domethënë mbrojtja pastaj duhet përgjigjet për Vlahovicit, është pjesë tjetër ajo. Po që ne duhet jemi ne ata që marrim kontrollojnë, ne duhet jemi ne ata që do sulmojmë të paktën në njërin nga pjesë. Në të maj do të luaj Mario Mita apo jo? Mario Mita është i vetmi që mund të themi që është mbi lojtarët e tjerë në çdo lloj manovre, si ashtu sulmues, ashtu dhe mbrojtëse. Mario Mita është i vetmi që jep një farë sigurie, edhe mes fusha deri diku me formën që kanë ardhur, japin një farë sigurie. Po gjithsesi është një ndeshje e vështirë dhe unë pres vetëm që Silvinho ta interpretojnë ashtu siç duhet, të bëjë një Shqipëri sulmuese. Çfarë do që të ndodh, të bëhet një burr. Bëhet një burr dhe të na tregoj që të gjithëve që unë sulmoj, por kaq i kam kapacitet. Po kaq ishte mundsi. Ja, okay, nëse shkon këtu, okay, s'është problem. Mendoj që e zauruam gjithë këtë pjesën e kombëtares shqiptare, ndeshja me Serbinë, do të kemi edhe një emision tjetër përpara kësaj ndeshjes, kur padyshim do të dalë lista, do të komentojmë më gjërësisht se çfarë është duke ndodhur te kombëtarja shqiptare, patjetër duke dalë dhe lista e Serbisë, dhe do të shohim lojtarët që do të ketë në përbërje dhe kombëtarja serbe. Është një ndeshje që luhet rrallë, është një ndeshje që përjetohet në shumë mënyra. Shpresojmë që Shqipëria të na dhurojë një paraqitje të madhe në këtë përballje dhe na bëj krenar të gjithëve. Do të flasim sërish në emisionin tjetër për këtë çështje dhe tani do ta zhvendosim vëmendjen tek ekipi i qytetit, tek futbolli i qytetit ton, tek ekipi i Skënderbeut, që me merit të plot është në vendin e parë. Shumë pak e besonin, shumë pak menduan që ky Skënderbeu do të ishte ekipi udhëheqës apo ekipi që do ishte protagonisti absolut në kategorinë e parë, një ndërta edhe Petrika Vangjeli, kolegu im i këtij emisioni, por që Skënderbeu po ju tregon të gjithëve që e kanë patur gabim. Përpara se ne të bënim diskutimet për kur ram nga kategoria dhe po bënim ato diskutime si po fillonte sezoni. Ti besoje në ngjitjen e Skënderbeut totalisht? Unë të kam thënë. Po, ti e di. Po, dhe unë besoja, po. Shko prit një sekondë. Nuk ngjitet thoje ti me këta futbollistë, këmbës ti bie. Po, normale me ata futbollistë që ke. Po, kush erdhi ti? Tani, ja kush problemi, ta shpjegoj unë tani. Ne do shkonte si do shkonte puna, ne do ngjitemi në kategori, sepse jemi Skënderbeu dhe presidenca do viheshe në lëvizje, do bënte diçka për tu futur në fushën në kategorinë në superiore. Tani është problemi këtu që ne me këta lojtarë që kemi në vlerësuar kategorinë e parë, po dhe unë e kam në vlerësuar. Domethënë unë më shumë i kam dhënë forcë kategorisë së parë, pra mendoja se kishte ekipe më të mira se ne, se sa kisha besim në këta lojtarë. Dhe këtu, në ndeshja me Laçin, unë këtu kam patur plotësisht të drejtë, për arsye sepse nuk ishim në asnjë moment ne ekipi më mirë në fushë. Ishte Laçi ai që bëri lojën, ishte Laçi që kishte ato rastet më të pastra në pjesën e parë dhe deri në momentin që doli me karton të kuq. Pra, Laçi ka bërë një lojë shumë të mirë.
pavarësisht se ne fituam me gol në fund. Çfarë do të thotë kjo? Po Gradeci ka bërë një lojë shumë të mirë, dhe po Gradeci po unë i prisja këto të ishin pak më lart. Pse shikon këto më Petri? Lart kanë qenë përderisa kanë bërë lojë të mirë, lart. Këto ekipe. Më lart sa ku të vinin. Po prit tani, një sekond. Ti me këta lojtarë unë vazhdoj të them që i kanë vlerësuar ekipet e tjera, sepse në një moment po arritet të marrë udhë po Gradeci me ata lojtarë që ka, edhe Laçi me ata lojtarë që ka, dhe ti vazhdon në merkaton e janarit pa asnjë lojtar, vazhdon me këtë grup, vazhdon i jep më shon duket sikur çdo gjë është shumë në rregull, se nuk është çdo gjë në rregull. Je skeptik ti. Kupton çfarë thua apo? Do të prapë thua që do të shkasin këmbët. Jo të shkasin këmbët bre, po është dhe ty shpihem unë edhe ne të vëmë të luajmë në stadiumin e Korçës përballë Laçit ose përballë kujt të duash ti, i marrim 3 pikë se ne kemi marrë historikisht 3 pikë në shtëpi. Neve ishim kategori të parë, ne ishim në superiore në 2008-2009, vinin Partizani të Tirana e kanë përmendur shumë herë këtë, vinin Partizani Tirana, neve me lojtar nga Korça me gjithë ata me atmosferën e stadiumit i mundim 3 pikët këtu ja u merrnim. Neve madje arriti një pikë që i kemi 3 pikë e sigurt e ku do të na vi. Pra se Laçi dhe Pogradeci janë ku do duket. Po tani ke edhe një fazë tjetër që do t'ju shkosh. Do të thonë Pogradeci do të vi, Laçi do t'i shkosh. Po ja i humbe. Ilirisi do t'i shkosh. Bureli ti nuk fiton dot. Ja, ta harosh që ne nuk fitojmë dot me këtë ekip. Luajtëm në Burel. Apo pritem. Jo, e pritem tu. Në Burel nuk fitojmë. Po në Burel nuk fiton dot. Në Lushnjë ti sfitove dot. Kurioz jam tash me Kuksin se Kuksi nuk është ndonjë nivel, s'ka nivel. Shiko, ka një marrëdhënie të mirë, domethënë bëjmë pak tash e theme këtu, dhe ka një marrëdhënie të mirë mes Kuksit dhe Skënderbeut sepse i uazon shpesh futbollist në muajt e fundit apo në sezonet e fundit. Është e vërtetë. Ka një marrëdhënie të ngrohtë mes dy klubeve. Mbase fakti që Kuksi ka kaluar nga një ekip me pretendime, Kuksi që kemi qenë, domethënë këto dy emra i kanë dhënë Kuksi Gjicit. Po Kuksi Gjicit i dha, domethënë Shqipërisë një tjetër atmosferë europiane bashkë me Skënderbeun, ishin ato vite dhe tani luajnë të dyja në kategori të parë. Kuksi ka nisur një strategji të re të bërit ekip, beson lojtar të rinj, domethënë Kuksi mund të jetë ekipi që ka në 23 vjeç që ka të gjithë lojtarët, domethënë mosha mesatare. Pra po ndjek një lloj politike tjetër të klubit, shit lojtar, domethënë nuk është nuk ka se ka dojmë pretendim për të futur patjetër në superiore. Dhe kështu besoj se ne do të arrim të marrim 3 pikët edhe në Korçë. Morë 3 pikët, po vazhdon kryesimin, Skënderbeu në vend të parë, thellon diferencën me ndjekësit. Është do jetë shumë. Pastaj mund të kemi në fati do të jetë me ne, edhe pastaj vetë të gabojmë në ndonjë nga këto transfertat. Prap do t'i kemi larg, kështu që na eci pak me kalendar, na eci pak këto do të më fal këto ndeshjet e para që bëm këtu në Korçë edhe në Pogradec, na ecin çik dhe na ndihmon shumë kjo pjesa e, më dhënë pa e marr shumë seriozisht situatën, jemi këtu ku jemi, të shikojmë si do të vazhdojmë, shpresoj që të vazhdojmë kështu të flasim, po edhe një fitore këtu edhe një fitore aty, sepse po fillovi ky ekip të rëshkasin këmbë. Të rëshkasë ky ekip i Skënderbeut, se unë nuk besoj në asnjë lojtar përveç lojtarit Abubakar që është sulmues, që është mesfushori lidhësi i mbrojtjes me sulmin. Asnjë nga lojtarët e tjerë mua nuk më ka dhënë një ngrohtësi. Domethënë një lojtar që të thuash Gjini si do duk. Po Gjini erë parë që luajti domethënë mund të ketë hyrë vetëm nga minutat e 45 ose 80, 70 e menat. Si do. Nuk është ndonjë lojtar Gjini u gjen në kohën e dur dhe vendin e dur. Edhe kaq jo. Sa është nuk ka lojtar një kapacitet. Domethënë unë mendoj që Nasër ishte 0 këtë lojë. Lojtari mbi populluar, super lojtari i Korçës 0. Atajo 0, Gjata 0, mesfush Estrela nuk e dinte ku ishte topi. Ky Abubakar që është lojtar se ndjek gjitha topat edhe është lojtar fantastik. Janaçi mis pa kok, nuk po merresh vesh as gjuante as krosonte as po bënte. Mbrojtja pastaj 2 gabime. Pse i nxin kaq më Murivel? Pse e pendeshën e pas më po pse më Janaçi mirë lëvizshëm. I lëvizshëm dilte para në sulm. Pa kokë. Po mirë, ju nivelesh, kategori e parë është. Okej, ja këtu ke të drejtë. Kategori e parë. Unë mendoja që kategori e parë do të kishte pak më shumë nivel. Me këtë ekip në superiore ti jo në vend fundit, po më poshtë s'ka domethënë. Nuk janë lojtarë, këta lojtarë janë vetëm për kategori të parë dhe nuk e di dhe s'jam i sigurt akoma se a do të arrijnë ta përballojnë dhe kategorinë e parë. Trajneri Ernest Gjoka, çfarë roli ka në gjithë këtë situatë? Shiko, Gjoka ka krijuar atë grupin e tij, domethënë lojtarët e tij, idetë e tij i ka marr praktikisht grupi, i ka vënë në praktik. Pra, është ky 100% Skënderbeu i Ernest Gjoka. Po, është 100% i Skënderbeu i Ernest Gjoka, se njohin të gjithë, e din çfarë do, ku e do, si e do, po ty të binte Ernest Gjoka?
si trajner? Nuk është puna te Ernesti. Unë nuk kam besim te lojtarët dhe kur nuk kam besim te lojtarët, trajneri po ju merr më të mirën, këtë ka bërë gjë më të mirë. E ka treguar dhe trajnerit për momentin jam kështu as këte as ande. Ka treguar një punë të rregullt serioze, domethënë është në vijat e dura trajneri. Nuk e di se si do vazhdojë, sepse po i ra ekipi duhet të ditë ta ngrer, po që deri tani nuk kam se çfarë them për trajnerin Gjoka, as i duri, as i sakti. Mbeten diku në neutral. Okej, mund të bëjmë një parashikim për ndeshjen me Kuksin, me që jemi në një, po themi, në një bisedë të hapur dhe na lejohet patjetër të bëjmë dhe një parashikim për këtë ndeshje. Si mendon se del përballë Kuksit? Skënderbeu luan fati prap toni që është luajn brenda, pas ndeshjes që luajtën brenda me Laçin. Dy ndeshje njëra pas. Luajn prap me Kuksin brenda dhe unë e them që ndeshjet brenda nuk diskutohen. Jo, patjetër. Domethënë me këdo të kishe ti në ekip, çfarë do lojtar të kishe? 2-0, po themi. Po. Besoj mos kemi surpriza të pakëndshme se po s'u doli goli e kanë keq. Fillojnë të akordojnë pastaj. Dolën me karton të kuq Laçi që shënoi Skënderbeu. Asnjë shans nuk kishte me atë mbrojtje që kishte Laçi. Kur ekipi kundërshtar është ndeshja 0-0, ekipi kundërshtar del me karton të kuq, historia e ka treguar, faktet e kanë treguar gjithmonë që ekipi që është favorit duhet të vuajë sepse i prishën, po them, ato skemat dhe mënyra e lojës edhe të gjitha. Është më keq me 10 lojtarë sesa me 11, kështu që është më vështirë. Jo, më kjo ka qenë si mit, mendoj unë. Është akoma. Po besoj se, shiko, superioriteti numerik tani nuk ta fal me asnjë ekip. Unë në ndeshje që kam parë, unë shikoj mbi 18 orë një javë ndeshje futbolli. Domethënë 8-9 ndeshje unë i kap. Po mbrëm ke parë i kënaqur. Po çu kënaqja dje po ha. Të kemi më vonë. Pra unë shikoj shumë, superioriteti numerik nuk ta fal me as edhe një ekip. Pra të gjitha ekipet që dalin me karton të kuq ta shfrytëzojnë, sepse tani ka mekanizma, trajnerët i vënë në lojë mekanizma sulmuese ofensive dhe do je ke një lojtar më shumë ku të pasosh. Pra nuk ka më me një lojtar më pak 10 gladiatore siç ishin këto për pak. Kështu që unë kështu këtë kam arritur dhe këtë e shfrytëzoi dhe Skënderbeu, sepse Skënderbeu çfarë bëri? Kur Kuksi doli me të kuq filloi të luante Skënderbeu, po fillonte po menin hova ato aksionet tona se asnjë nga aksionet tona nuk ka qenë. Uçliruan po themi, krijuan hapësira. Sepse kishte një më pak nga ata, ata ishin të organizuar në mbrojtje, ekip fantastik që kishte Laçi, ishte ekip fantastik. Do ec është e sigurt. Ra kartoni kuq, fillovi Skënderbeu, doli dhe goli. Okej, zbrestim pak më poshtë dhe shkojmë tek Ujshrit e Vegjël. Një 5-0 me klubin nga Andora, një padyshim e pritshme sepse 0 me 10 në ndeshjen e luajtur në transfert, ne menduam që mund të ishte edhe me thellë fitoria këtu, por ishte vetëm një 5-0. Jo, më shumë se 5-0, 10 ishte rastësi. Ashtu shkoi loja, ata çunat e nisën, shënuan golin e parë, shënuan golin e dytë, ta mbyllin fare këtë ndeshje, bëm të tretin, pastaj filloi ekipi tjetër ushtur, 4, 5, 6, 7, se vetëm një skenar ka që të shkosh deri te 10-ta. Ndeshja u luajt në stadiumin. Pastaj nuk kishte. Ky është një moment shumë i interesant, tifozë nga Andora që bëhen bashkë me tifozët e Skënderbeut, bashkojnë shallet dhe tregon një fair play në këtë ndeshje që është padyshim një moment. Do një mama ose do një mikeshe ose ku diun çfarë do të them. E futbollistë. Se s'ka mundsi tifozë. Po, do jetë një njeri i cili si ka. Tregon një moment vizitor, turistor. Tregon një moment futbolli shumë të bukur që padyshim ka patur. Mikpritje, fair play, të pra një moment të ngrohtë, po them. Pra pam diçka vërtet të ngrohtë sportive. Që na solli edhe njëra ato kujtimet tona europiane dhe ja shembullimi i mirë se si edhe pse një turne i lojtarëve U19 përsëri ka shembuj të tillë që është e vështirë këto ekipet e tjera që shkojnë në luajnë në Europë, është e vështirë të kenë këtë mikpritjen tonë ose të kenë këtë solidaritetin të thuashme, pavarësisht se ti e ndoqën ndeshjen? Fatkeqësisht unë nuk e kam ndjekur ndeshjen, kam ardhur vonë nga puna dhe ishte edhe ky demotivimi që ndeshja e mbaruar 10-0. Nuk kishte ndonjë interes të madh, po themi. Jo, unë faktikisht duhet si gazetar tani duhet vetë ta shikoj, po që unë nuk e pash këtë ndeshje. 10-0 dhe 5 këtu 15 do të thotë që niveli i ekipit kundërshtar është ekip amator, pothuajse. Edhe fotoja që na shfaq regjia tregoi prap një moment kulture, një moment mikpritjeje ku dy ekipet pozduan së bashku. Kemi këto pamje edhe me Aston Villën, besoj.
Domethënë do të kenë të njëjtat, do ndodhin të njëjtat gjëra. Po pse jo? Patjetër. Shikon, 19 vjeçart janë zbutës të terreneve. Shiko, tani është Aston Villa, është tani Skënderbeu do vendoset. Mua me sa kam vënë re, për fat keq kam vënë re një mendje madhësi tek Skënderbeu në 19. Domethënë jam munduar gjithmonë që ta mbaj me nota pozitive paraqitjen e kësaj skuadre të re në arenën europiane, por që ata duhet të jenë me këmbë në tokë, sepse luajtën vetëm përballë një ekipi fshati në thonjza, po them, një ekipi me shumë pak banorë që janë disa djem të rinj, po ti shikosh edhe në foto nga afër, janë duken edhe si më të vegjël se mosha që unë 19 që e përfshin këtë kategori, dhe prova e vërtetë e Skënderbeut, jo prova e vërtetë, po tani theri vërtet i Skënderbeut është ndeshjen e radhës përballë Aston Villës. Këtu ti shohim edhe drejtuesi se ka një, e kupton, duket sikur po filluam. Është në kosh gjithmonë, si ka mundsi. Drejtuesit janë kaluar dheshin janë të Barcelonës, kështu që janë një pjesë e akademisë së Barcelonës për tu. Tani që fituan, tani fillojnë prap këto, do të thënë ja çfarë ekipi kemi. Po Aston Villës do thon. Tani me Aston Villën është një çështje e tillë. Deri në 19 vjeçarët nuk është se ndihet shumë diferenca e një lojtari apo një lojtari tjetër. Pra, nëse zbaton ato skema teknike, nëse je i vendosur mirë në përjashtim të individëve të caktuar, të marrësh një rezultat. Nuk e di kualifikim do të jetë shumë e vështirë, sepse sado punojnë ndryshe. Nuk ka diferenca mes kualitetit të skuadrave në këtë grup moshë. Në këtë grup moshë ka ka mbushur në me. Leone, tash del 1, 2, 3, 5 dalin. Ka shumë talente në botë. Po dalin, po puna është që po të kishte ndonjë talent të mirë, në 19 vjeçar do ta shkojnë në Aston Villa me ekipin e parë, në rastet e Jamalit që përmendet ti. Unë them këtë tani, që në këtë lloj grup moshash nëse interpreton mirë lojën, skemën. Mund të marrësh një paraqitje. Ti thua që ka shanse edhe me Aston Villa Skënderbeu. Si rallëre, unë këtu jam pak optimist, domethënë shpresoj të bëj një paraqitje të mirë dhe mundet të marrin ndonjë. Plus që ndeshjen e parë kemi brenda, do duket çdo gjë do duket edhe në ndeshjen e parë, sepse 15, 17 dhe 19, mbi 19 bëhet diferenca pasaj. Po 17, 19 nuk kanë ndonjë lloj diferencë kaq shumë të madhe. Klubet, domethënë sepse këta kanë 19 vjet ose si ti bie, kanë 8 vjet, 9 vjet, 10 vjet që stërviten marrin të njëjta gjëra. Do të pëlqente shumë të kishim një paraqitje të mirë edhe ndaj Aston Villa, sepse normalisht jemi Skënderbeu është ekipi i qytetit tonë, do ta bënte krenar, por që jam shumë dyshues sepse diferencat patjetër janë shumë të mëdha. Thjesht prezenca e lojtarëve të Korçar, të Skënderbeut në Angli, në për ato stadiumet angleze që janë ku në krahasim me stadiumet tona, patjetër që do të ketë ndikimin e saj për negativisht. Por që të le të mbetemi optimist dhe të shpresojmë që të kemi një paraqitje të madhe nga ekipi i Skënderbeut. Okej, do të mbyllim, po themi, futbollin shqiptar, sepse dua t'i lë një hapësirë të veçantë edhe mbrëmjes së Champions League-s që është luajtur dje dhe pardje. Dhe do të kemi shumë për diskutuar edhe për Barcelonën e Petrik Evangelit, ekipit të preferuar. Jam me zipres t'i dëgjoj komentet se çfarë do më thotë ose si do ta justifikoj humbjen. Kështu që le të zaurojmë dhe rubrikën e fundit për futbollin vendas, për futbollin korçar, rubrikën nostalgji. Ne kemi sjell 3 futbollistë të njohur për gjithë tifozët korçar, të cilët sot nuk janë padyshim pjesë e Skënderbeut, por kanë shkruar historinë e tyre me ngjyrat bardhekuqe. Do ta nis me Bakarin Imaga. Të kujtohet? Më kujtohet vetëm penaltia që ka humbur në ndeshjen Çernomorës. Po. Asnjë kujtim tjetër nuk ka. Vrau Josa, domethënë. Erau, kështu thonë. Po. Ne ti ishim do ta haranim. Ajo përveç asaj goli me Sportingun. S'të kujtohet? Po, më kujtohet edhe ai, po ishte aq e rënd ajo humbja e penaltisë atij saqë haroi këtë. Shko, ishte një futbollist shumë i mirë. Ishte 18 vjeç atë. Dakor, ishte një futbollist i mirë. Dhe nëse e mban mend, ishte i vetmi që kishte mbetur për të goditur penalti. Nuk është se e futën, hajt godit penalti. I erdhi radha. Ishte i fundi se u gjuajtën, u te zgjatë penaltit dhe po gjuanin të gjithë, po shënonin. I erdhi radha në Imagës. Gjuaj tha, e humbi, shkreti dha në mes. Nëse doja ta kujtonin për mirë sepse është një mesfushor që i mirë, nuk është se kishte ndonjë
domethënë që të bënte diferencën ose si këta lojtarët e tjerë që kanë lënë gjurmë të forta te ne, ky nuk ky ata lojtar që kanë lënë gjurmë të forta, ishte një lojtar mesatar për nivelin që ishim, ishte shumë i mirë, madje edhe për kategori superiore ka qenë një lojtar shumë i mirë. Momentalisht nuk e kam një informacion se ku mund të luaj, po nuk u bë, domethënë si të thua, nuk u bë një star më vonë ose një lojtar që të shkonte në një ekip. Do të jetë diku tani 32-33 vjeç dhe nëse Skënderbeu rikthej mund të ishte një alternativë mirë sepse një dhe ambientin. Se di këtë pjesë, nuk e di këtë pjesë, mbase kjo që thua ti ne tani do na duhen lojtar me eksperiencë nëse arrim edhe një ratë nivel. Sidomos ata që njohin ambientin tifozërisë. Po që tani se sa i mirë do jetë si ka ecur karriera e tij, nuk është e kemi ndjekur. Okej, Sabien Lilaj, djalosh nga Korça, me origjinë nga Maliqi, por që një pikë shumë e fortë e Skënderbeut atyre viteve. Sabieni ishte një mesfushor punëtor, e shikoje mushkria se në çdo pjesë në mesfushës ishte një lojtar që jo vetëm këtu tek ne, po e kishte treguar dhe më përpara nivelin e tij duke luajtur në Kroaci mos gaboj. Pra Sabieni erdhi lojtar i pjekur këtu tek ne dhe ishte vërtet një lojtar që bënte diferencën në mesfushën e Skënderbeut. Ato që kishte mundësi për ta dhënë dha dhe mbahet mend si një lojtar që rrallë vin lojtar si Sabieni. Okej, edhe Orges Shej, kapiten, ish trajner, ish portier, me Skënderbeun përjetoi një rini të dytë në karrierën e tij, fitoi kombëtaren shqiptare. Pra një shkëlqim që ndoshta shumë pak e prisnin, por Shej tregoi që ishte një ikonë e klubit. Dha shumë për klubin, na kualifikoi atë ndeshjen me penalti përballë atij ekipit ček, Mlada Boleslav. Aty ishte pika kulmore e Shejt, madje edhe kundër Dinamo Zagrebit ka bërë një paraqitje. Ishte gjithmonë në nivel të lartë. Ishte në nivel të lartë, shumë nivel të lartë, një nga portierët më të mirë të Shqipërisë atyre viteve, jo më kot shkoi edhe te kombëtari, apo e kishte pak të vështirë të kapte. Dhe pse unë mendoj që Shej ishte një portier i cili nga më të mirët që kanë luajtur në kampionatin shqiptar, domethënë futet në kategorinë e këtyre Perlat Musta, Jani Kaçi, po hyn në plejadën e të gjitha korave. Po. E të ardhve të gjitha kohë. Okej, ne do të sillim edhe në puntatat e tjera figura të ndritura të futbollit korçar ndër vite, sepse është një rubrikë nostalgji që na rikthen në kujtime, na sjell atë çfarë ka ndodhur para shumë vitesh dhe padyshim është mirë t'i kujtojmë dhe t'i respektojmë këta emra të cilët kanë erdhur djesht me fanellën e ekipit të qytetit. Tani do të shkëputemi vetëm për një hapësirë fare të shkurtër publicitare, do të rikthehemi për pjesën e dytë me futbollin evropian. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Tash e Them Sports, si gjithmonë. Unë dhe Petrika ishim duke folur për futbollin vendas, për kombëtaren, për Skënderbeun, për të rinjtë e Skënderbeut, padyshim dhe në rubrika nostalgji, por tani do të flasim për Champions League. U luajtën të martën dhe të mërkurën ndeshjet e këtij formati të ri që mua nuk më pëlqen fare personalisht. E ke shumë gabim, është format fantastik. Ku e ka të mirë? Shikoj shumë tifozë që komentojnë dhe thonë ishte, formati me grupe më Petrika, 4 grupe, je i zoti. 4 ato bëshin 8, 10. Kush bëshin 10? 10 grupe bëshin. Jo, 4 skuadra në grup. 4 skuadra në grup. Edhe Okej, 4 skuadra në grup. 12 të mirat kualifikoheshin, e treta një format që ne ishim mësuar. Tani luan, e kupton, Barcelona jote u mund dije. U Angry Drew. Edhe tani prap Angry Drew. Po Angry mo. Mirë, një rregull, tani prit. Mbroje ti tezën që Barcelona luajti mirë dije, edhe po jo mos unë suçmenda, tash do ta shpjegoj unë si. Jo, do të flas vetëm për formatin, 2 fjalë. Jo, dy për formatin. Pse ky është format më i mirë? Tani kur ndaheshin grupet, ekipet që ishin kualifikuar si të parat, pra në vazon e parë, nuk luanin përballë njëra tjetrës. Luanin me atë të luanin me vazon e dytë, me vazon e tretë dhe me vazon e katërt. Dhe tash kështu ndodh, ma marr ke 2 përballje. Pra ke praktikisht ti ke 8 ndeshje të cilat i ke në nivel. Mund do kesh Bayern Paris, Bayern Manchester City, Barcelona Paris, Chelsea Barcelona, mund të kesh Real Madrid. Kualifikohen 8 të tjerat luajnë përsëri, vetëm nuk është ka zgelet, domethënë kur të vej ajo faza çerek finale do të kesh të gjitha super ekipe në për ndarje. Kështu që do ketë ka më shumë spektakël, ka më shumë të ardhura dhe ka më shumë ndeshje big. Këtu e kanë këta të ardhurat e kanë ata. Po pikërisht të ardhurat e kanë prishur atë lezetin edhe bukurinë e futbollit, por që këto janë çështje që
edhe të flasim ne sa të duam, ne nuk Gjitha kemi drejta asaj shkojnë, po të prap. ndryshojmë. Mua personalisht nuk më pëlqen. Ne si tifoz ndeshje të bukur Formati me 4 skuadra. Juventus me Karabakh, Po atëre kur mund të shikoj Juventus me Barcelona. Barcelona. Thua atëre që është formati. Nuk bën më, përfundim nuk bën si format. Nuk bën sepse ishte ja ka prishur komplet lezetin asaj magjie që sillte kompeticioni i Champions League. Tash luaj ndeshje, kupton, fut. Luaj ndeshje. Tash do mos e shiko fazën e grupeve kur të vit çerek finala do ta shikosh. Po sepse s'ka emocion faza e grupeve. Barcelona jote po thoj, humbi edhe po t'ishte me 4 ekipe. Ke çdo javë 2 ekipe, më fal. Ke Po çdo javë. Po t'ishte me 4 ekipe, kjo të ishte Barcelona dhe PSG-ja siç luajtë ndije me 4 skuadra në grup, ajo humbja e dijshme do t'i përvelonte Barcelonës. Tash si përvelon fare. Se mund Karabakun si thua. Se fitoi ndeshjen e parë 3 pikë ka, sa të duheshin 9 pikë të duhet kalojnë. Po të rishkisnin këmbët dhe me një barazim me një ekip. Kishin ngelur dhe 4 ndeshje, 9 pikë duhen të kalosh grupet. Po humbisin një ndeshje në grupe, e rrezikoje ta kalojë. Jo, në Champions League, jo. Po mirë më e rrezikoje po them. Jo, e rrezikon kur je në Europian që një herë përballesh dhe 3 ndeshje, këtu janë 6, ishin 6 në grupe. Po 6 po po them. Po ti 2 ke ekipe të mira, një ekip është mesatar dhe një ekip është po themi dobët për po 6 pikë Armenia aty të dobët. I Armenia. Ekipin e fazës aty të parin e mundën i morë 3 pikët, s'morë. Tash ndeshjen tjetër me Parisin. Një barazim të duhesh. Varet si shkonte dhe ai barazimi se një humbje të çonte në fund. Shumë pak raste mbledhin këto që mbeteshin nga grupet. Barcelona, Real Madrid. 2 ekipe. Jo, Real Madrid tash më. Jo, unë të desha të korrigjoja pa ti, nuk më le. Okej. Sepse unë do flasim për Real Madrid. Në Camp Nou PSG-ja shkon dhe jep leksion Barcelonës. Të pëlqen si jo në Camp Nou, është në Montjuic Jose Luis. Në shtëpinë e Barcelonës po themi. Na peshon kjo pjesa e Camp Nou sepse ky është një stadium olimpik dhe sado në këtë stadiumet olimpik sado të zjarrt ta kesh atmosferën shpërndahet edhe del lart largësia. Po largësia dhe nuk është se ka një lloj presioni shumë të madh ose ekipet jo prit. Pse ju mundi PSG-ja? Përmend e Camp Nou unë edhe prandaj sikur u bëre nostalgjik. Po jo më së nostalgjik, po vërtet duhet stadiumi që kur të vish aty të ketë atmosferë, për që Galatasaray me Liverpoolin, stadiumi si vund flakën, aq tristin edhe aq bënin. Ndikon ajo. Të mund Galatasaray brenda. Tash vetëm atmosferë. Okej, lirë atmosferë se Barcelona nuk është nga ato ekipe që ka nevojë për tifozët që të fitojë përballë një ekipi. Ja të shpjegoj tani për pjesën e Paris-Barcelona. 1-2. Ishte një ndeshje që do të pozicionoj e gjitha në mezin e minutën e 90 plus shënon Gonçalo Ramos, dorsa ky është Majlulu që ka bëri golin e parë. Tani te Barcelona ka një diçka. Kjo ishte një betejë e mezit të fushës, që do të thotë kush do dominonte mezin e fushës do të fitonte lojën. Mezin e fushës pjesë të parë De Jong dhe Pedri ishin fantastik. Edhe Olmo deri diku se Olmo pastaj pjesën e dytë lëshoi fare. Ishin këta. Pjesën e dytë lojtarët e Parisit kishin më shumë energji në këmbët e tyre. Vitinha, Zaire Emery dhe Fabian Ruiz. Pjesën e dytë e kanë dominuar ata. Pra ishte një betejë që u fitua pjesë të parë nga Barcelona dhe pjesë e dytë u fitua nga Parisi. Tani unë do të them diçka. Barcelona fati keq, shumë fati keq që na u dëmtua ai portieri Joan Garcia, sepse është një portier spektakolar. Nuk e ke idenë se çfarë portieri. Tani nuk e ke idenë se çfarë portieri është ai. Unë nuk kam parë portier si ai. Në ato paraqitje që ka dhënë, ato pritje që ka bërë ai portieri janë të jashtëzakonshme. Unë të siguroj që nëse do të ishte ai portier, ato dy agolat nuk do të shënoheshin në Paris sepse ishin shumë afër. Që Kshesni tashmë ka humbur dhe reflekset, nuk është më ai që është. Deshte një paketë aty, pinte një cigare që ta mblidhte edhe një herë, po 2 orë spivi dot. Vola keq domethënë. Edhe po pse justifikon? Jo prit, nuk po justifikoj. Domethënë të jap meritat, po them. Ku do të japësh? Të dyja, shkon nenash po. Ne Barcelona. Barcelona dije Henry Dru. Dhe ti e di këtë gjë, po si tifoz që je, nuk do po jo po si ishte portieri. Po çfarë do të shpjegoj? Tash portieri Barcelona luan lart. Po jo, një sekond. PSG i mungonin 4 yje. Po le ti kishte më 4. Po si ti kishe tifoz edhe janë 2-3 të tjerë, e do dilte 5-1. Edhe ne na mungonte tash, po të them, Rafinha dhe portieri, 2 super lojtar. 2 super lojtar. Ata i mungonin 4. Kush ishin këta 4? Dembele 2, edhe Kvaratskhelia 3. Ska. Ishte edhe një tjetër, po s'kam kujtë. Marquinhos ka luajtur Ilia Zabarni 100 herë më mirë se Marquinhos. Po jo më është i mirë ai, se dha ishte lejonte të bashkë. Dakor, nuk është shumë herë më i mirë Zabarni se sa Marquinhos. Kvaratskhelia
Doe Po. edhe Dembele Një më janë shumë. 3 titular ata. Po mirë atë. Janë 3 shja e Po një pare më e shumë, sulmit pra, ata. Një më shumë i mungonte. E kupton, kaluaj PSG-a dije me sulmin rezerve përballë Barcelonës dhe të mundi. Në rregull. Po më pse nuk thua shumë mirë, prit bravo më thua, PSG-s, thoja. i lumt të PSG-s. Po, do ta Një ndeshje thoja. shumë e bukur, spektakël dhe me ritëm për 90 minuta. Pjesa e parë e dominuar shumë dakord nga Barcelona, e gjitha unë ndoqa dhe u kënaqa të gjithën. Pjesën e dytë Barcelona bëri vetëm një goditje në Po. portë. Një rast flagranta, Kaq. të bësh e gol. Tashi Tani un po të shpjegoj diçka bre. Po të thoja, të dyja golat nga portieri që kemi marrë Johan Garcia ishin të evitueshëm për shkak se Szczesny s'ka më reflekse. Tani ne prandaj morëm portier sepse kemi pasur probleme me këta portier. Ne, e mirë. Je pjesë e stafit. E më kështu, po të gjithë tifozët shkruaj konsiderojnë. Me ne flas. Okej, më pëlqen. Jo më pash çikafër, domethënë Zemrës. e ndjen shumë atë. Dhe tashi, ne këtë duam pjesën e portierit të mirë sepse ne luajmë me mbrojtje lart. Dhe duke qenë se Barcelona luan me mbrojtje lart. Po më pëlqen vetëm fakti që e po justifikon. Po jo më prit ta shpjegoj se s'po më le. Po Tashi, sa, duke qenë se ti thua, po të kishim këta të dy, ke do nevojë, flisnim ndryshe. shko, ku luan- Ky është justifikimi. Po o mirë, Petri. më një sekond, tani dhe një gjë dhe nuk të them pastaj Po të jap të thuaj, gjitha po. meritat Parisit. Jepi. Tani, një ekip që luan me mbrojtjen lart, do një portier të mirë që ato 5 raste që do të dalë kundërshtari mos i hash gola, po të paktën tretit i shpëtoj ai. Po do një kështu. Edhe do një portier të mirë dhe ne do na u dhe një dëmtua. sulmues të mirë. Jo, na u dëmtua portieri pika ato në bazë. Sepse golat janë e gjitha ore. Po mos i kishte shënuar Parisi ato 2 gola, do ishim ne në avantazh. Ose do hynte do një tjetër. Do tjetër. Nuk më pëlqen Po që që- ne na duhet shumë portieri, një Nuk na më prish pëlqen si punë. logjik. Tashi po flas për atë nga ana e Barcelonës. Nga Tani ana e këtu dy- tifozit. Po nga ana e Barcelonës çfarë nuk shkovi. Tani po të flas për Parisin. Energjia që lojtarët e Parisit kishin në pjesën e dytë, Vitinha, Emery, Ruiz, zëndësimet që bëri, mbrojtësit që kanë qenë fantastik, Zabarni ka për një super paraqitje, Hakimi në momentin pasaj që s'kemi çfarë të themi, lojtarë të cilët të mundin kur të duash. Nëse nuk je i aftë të i përballosh këta 90 minuta, se këta Barcelona i përballoi 60-70. Pastaj 20 minutat e fundit, nëse nuk je i aftë i përballosh për 90 minuta këta të shkatrojnë. S'ke çfarë u bën. E kupton, vetëm Chelsea ja u bëri bukur, se po mund ta kishte bërë dhe Barcelona. finalen e botrorit. Chelsea shënoi 2 gola shpejt. Ra sado niveli, ra ritmi. Pe dhe ne 2 gola, Ferran Torres vetë triplon portierin. Okej. Po të kishte bërë Barcelona 2 gola që në fillim. Rezultati zvinte merituar rezultati. apo jo? I Parisit do? Absolutisht po. Me merit, një Merit, fitore. ti nuk më le, po unë s'po justifikoj atë që ndodhi. Unë po justifikoj. Po të çfarë- kishim një portier E po jo, tjetër, po të do kishim portierin ishte. ton atë që sa kishim. Pra ne kishim mungesa Ndodhi një lloj një- si Parisi. E Jo, kupton, kjo është ma ide. Parisi kishte treshën e sulmit dhe të luash me 3 Ne rezerva. portierin e kemi 80% e Të ekipit ka e ne. mundur- O, Petrika, të ka mundur Parisi me 3 sulmues stoli. Okej. Edhe këtu tani tregon Mungesat shumë të për Parisit nivelin. unë do quaj me mungesat të Parisit do quaja Vitinhen, Ruizin edhe Nevesin. Nëse këta s'do ishin, Pse? nëse Po këta s'do ishin, Dembele? po këta e bënin lojën. bre. Po lero Dembele të los tër ditën kundër Barcelonës tash. Nuk bën gjë. Unë po të them kështu tani, dhe do ketë shpresoj që të ketë përsëri përballje, që dhe këta të kenë arritur ta kenë mbledhur ku ishin nga gabimet. Të kualifikohen më vonë. Po shpresoj të ketë edhe Edhe do jetë më se nuk ndryshe. është se ish. Ore mua më bën vetëm një gjë çudimo. Je euforik tani të ketë një ditë. Të mund të prap edhe ti trënoj dhe pastaj gjeni Po justifikim. jo mos gjej justifikim. Po nuk Unë mo lere. unë t'i dhash meritat, unë thash çfarë PSG ja për momentin Bre, është shumë ne jemi lart këtu dhe të- pranoje, Po, nuk pa ke tjetër, pse. unë sa ta Është shumë thash. më lart se Barcelona mo. Po është momentalisht unë po të them që Po, ke thënë që ore treguan veten ata, janë super ekip, unë po të them. Ne Barcelona nuk i arriti do t'i përballonte dot këta për 90 minuta, për 70 i përballoi. Në këto 70, nëse Barcelona shënonte edhe një gol tjetër, prapë sa do ata nuk do kishin fuqi për ta barazuar Barcelonën. Nëse mos e bëri. Po jo se bëri, dhe ata dhe fakti që ata luajtë 90 minuta, radhës tjetër mund t'ja mbyllësh që ne më shpejt lojnë, nëse është e mundur, diskutohet. Unë e ndjej që ne kemi kapacitetin që po të përballemi përsëri, mundim këtë Paris. Kjo është ideja. Pavarësisht se ata momentalisht janë klubi më i frikshëm i momentit në Europë. Më në formë i momentit. Po. Pra këtë e thoshe që në Po fillim jo, edhe dili këtë. Po ja mos e desha të thua publikut në dy gjëra që duhet të dinë. Po ja, patjetër që janë dhe këto, ndikojnë dhe këto në një. Jo, unë nis vrapse më dhemp. Kjo është ideja. Unë kam qef edhe kur të ngacmoj, po jo, mirë është një tifoz
i mirë, një tifoz që i shikon gjërat me logjik të ftohtë, ti kur flas si tifoz nuk flet dot si. Po jo më duhet ti pranoj. Unë për shembull jam tifoz i Milanit. Po le më shumë mirë ke Milanin, po le tash. Ka bërë 3 fitore radhazi. Po ti shikosh komentet në rrjetet sociale dhe kështu gradualisht kalojmë edhe tek ndeshjet e fundjavës. Tek tema e radhës, tek Serie A, Milan Juventus luhet në fundjavë, po ta mbaroj mendimin. Unë edhe pse Milani ka treguar në këto 3 ndeshje, mos me Napoli, me këto të tjera që është një skuadër padyshim favoritja kryesore për ta fituar titullin. Jo, vash favorite kryesore. Kush është në Serie A? Shiko, Milani është shumë mirë. Po është kryesorja mo. Ore mos e ka në presion, mos e ço presion. Jo, më atë do ta mbaroj edhe unë. Kush është tjetër përveç Milanit? Juventus, Inter, Napoli, kaq. Edhe Koma. Po Koma nuk të zej as vend të 4 se the do hyrë në atë, po nuk edhe hyrë. Nëse un prap me gjithë paraqitjet e mira që ka zhvilluar Milani në 3-4 ndeshjet e fundit, prap me Juventusin kam frikë, mos e nuk ja u kam besën. Po pse me Napoli kishe frikë? Kisha më patjetër që kisha, se u kam besën. Ishte super Milan. Shumë mirë ishte më, po unë para ndeshjes po them se pastaj pas ndeshjes normal. Edhe pjesën e dytë vështirë ishte, minutat e fundit. Kishte shumë me të kuq, e shfrytëzim, si e vuri përpara. Napoli, shumë. Ekipi fort. Milan ishte 3 herë më lart se Napoli. Po, doli me të kuq, e shfrytëzoi kundërshtarin. Conte trajner, është një lojtar, një trajner që i bën lojtarët. Jo kush do të ishte, se është Conte, se po të kesh Fonseca trajnere këta të tjerët, jo me 10 lojtar, po edhe me 8 lojtar ta kesh kundërshtarin Flen atje, pim puron dhe Flen. Kurse Conte është zotri. Edhe Allegri është zotri sa i përket futbollit italian, janë trajnerë që për mua janë 2 on top, më të mirët. S'ka Conte dhe Allegri. Në Serie A është italian ke të mirë, prap, të tjerë është Ancelotti, është janë. Mos Ancelotti. Këta të dy janë shumë më lart tani, Ancelotti s'ka patër kur një model të tij, ka patër thjesht më lodh kështu për ti të jashtëzakonshëm. Është trajneri më shumë. Tash nuk krahasohet Ancelotti, po jo s'krahasohet Ancelotti me Conte dhe me Allegri. Conte dhe Allegri janë trajnerë që punojnë. Ancelotti është trajner që ka patur ekipe të cilat nuk ishte dashur të punonte dhe nuk ka patur sukses me ato që ka marrë, se mori ja 2 Evertonin e këto. Ancelotti ka trajnuar ekipe top. Që sa do Allegrin ta trajtojë Evertonin, çfarë Allegrin ta trajtojë Evertonin edhe shikoj, çfarë do bëj? Si çfarë do bëj? Është punëtor Allegri. Mos e krahasom. Është punëtor Allegri tani. Po si që kërka Allegri më mirë se Ancelotti. Po patjetër, shumë më mirë. Oho, tër ditën më lesh të flas për ti krahasoj ta të dy, ti krahasoj. Edhe shikosh. Mendimet janë personale, po ai u flasin. Kishte Sedorfe, Kaka, çfarë kishte nga 3-0. I para agushmi nuk reagon në finalen e 2005-s. Nuk reagoi. Domethënë trajner pas ndeshje që luajn një në 1000 vjet në historinë e futbollit. Mos ka gjë. Po si më 3-1 reagon, 3-2 reagon. Si çfarë reagonte më? Po ai është luajmë pisët. Ore, Ancelotti që në 2002-shi, 2001-shi kur e mori Milanin, deri në 2007-ën ta çoi brenda 7 vit, 6 vitesh 3 herë në finalen e Champions League. 2 herë fitoi. Sa Champions të mori me Real Madridin? Me Sedorf, me super lojtar, po dhe Reali, më ky vit. Po jam okay, prap Barcelona thua ti super lojtar. Thua le ti marr Champions League atë këtë. Është me fatu, vajtin ekipin me fatu. Nuk krahasohen, po. Conte dhe Allegri janë shumë të mirë, të rinj, premtues. E si thua që Ancelotti është më mirë se Gabriel? Krahasohet, Ancelotti është tjetër nivel. Ai ka shumë gabim. Po Ancelotti. Po jo, are shumë trajner që s'di të reagojnë lojtarët të Ancelottit. Vetëm Manchester City. Po jo mos si flitet. Champions League e Ancelottit kjo e parafundit. Vetëm Manchester City të shkatron brenda, vetëm Chelsea të shkatron, të mund nga 3-1 të mund prap 3-0. Paris Saint-Germain të bën super lojë bën nga Donnarumma. Në të treja ndeshjet ti s'ke ditur të reagosh. Vetë Rodrigo bën 2 gola në 90-ën, kundërkohë që City e mbyti. Vje finalja e Champions League-s pret ai Courtois të papritshme. Nuk, nëse, s'ka. Këto janë mendime personale. Nuk është trajner ai, nëse gjithsesi. Nuk është trajner Ancelotti. Asnjë s'ka qenë. Na dëgjojnë, na besoj shumë tifoz futbolli, na ndjekin edhe thua s'është trajner. Jo më trajner që ka ecur më shumë me fat është Carlo Ancelotti, se Guardiola ka punuar për atë ditë. Ka ble lojtar, ka krijuar sistemin e tij, ka vajtur dhe ka arritur aty ku është. Jurgen Kloppi e ka nisur me Firmino, me lojtarë, çfarë të them unë? Si ka ecur Ancelotti, si ecër ka. Në 2007-ën e fitoi Champions League, ishte ikur Shevchenko nga ekipi, e fitoi. Pra mirë ishte Pirlo, Kaka në superformë, Inzaghi në superformë. Po të themi ka patur lojtarët. Po Inzaghi në 2007 nuk ishte në super formë, se Inzaghi në 2007 me Zivraponte. Miro Inzaghi bëri 200 gola, 150 offside. Nëse neve kemi
këndvështrime të ndryshme sa i përket, se nuk e di tash. Nuk ta mbush dot mendjen unë se unë. Jo, unë ta po s'e argumentoj, ai ka fituar 7 Champions League si trajner, ai thotë është trajner kot. Po kush është trajneri mirë? Allegri para ti. Ku çfarë ka bërë? Apo vetë finale Champions League 2013 gol me kokë Sergio Ramos në 94. Le tash jaman nuk çfarë? Po fat, e di s'do me fat. Po fat është një orë, jo 7. Fat, të gjitha me fat, aty argumentoj tëra me fat të jashtëzakonshëm madje, jo vetëm fat, po fat të çmendur, fare, të frikshëm. Gjithmonë 7 Champions League fat. Mos e kuj ka këto 7. Po si mos ka 3 ka 2 me Milanin, 2003, 2007, 2014 me Realin, 2021 edhe 2023. 2 edhe 1 5. Po 5. Edhe janë 3-3 ka qenë finale. 5 me 7 kuro finale. Njëherë me Juventusin ka qenë. Asnjë tjetër pas s'ka vajtur. Si me Juventus? Ka qenë edhe me Milanin. Edhe me Milanin në 2005, po. Ja 7. Nëse këto janë mendime personale, mua më pëlqen ajo euforia që ke, po tash doja që ca disa mendime. Shikoj, mirë, që ty të pëlqen. Edhe mua nuk më pëlqen, po themi Simone Inzaghi. Po është trajner i mirë mo. Super trajner mo. Po mirë mo, po nuk mund të them, mos më pëlqen personal, unë nuk e dua. Po jepi hakun. Si thua se është trajner Carlo Ancelotti. Më zgënjeve shumë me këtë. Fare. Nëse, sti del Milan Juventus Milan në fakt është në Torino luhet. Fakti që luhet në Torino do të jetë disi e balancuar si ndeshje. Unë mendoj se Leao është lojtari që mund të bëjë diferencën dhe Kenan Yildiz nga ana tjetër ose Conceição, po që nëse Leao do të ketë një formë të mirë, unë mendoj që Milani del edhe me 3 pikë aty ose po pse vetëm Leao i ka të 3 rezultate. Leao s'ka luajtur fare deri tani. E di, po të këto lojat e mira i ka zhvilluar lojtar të tjerë te Milani këto javë. Nuk i luan dot Juventusi në grup, sepse një grup është vetë, dhe Juventusi grupi akoma s'ka individ, Napoli pse i luajti? Çfarë ka është më lart Juventusi se Napoli? Unë e shikoj si më lart Juventusin për arsye se prodhon më shumë Juventusi. Prodhon më shumë, ka më shumë, merr më shumë risk. Napoli është disi i stepur në manovra sulmuese. Dhe po e vure përpara e vet dhe nuk del dot. Ndërsa Juventusin e ka vënë përpara Villareali di pjesë të parë, e ka grir. Sa po filloi pjesë e dytë, tregoi që ekip arriti të merrte veten, e kthevi rezultatin, e ngri një gol kot pasaj në 94-ën kur e ngri golin, se priti dot ai portieri, po që Juventusi aty diti të reagonte shumë mirë. Dhe unë po them sa do në presion të jetë Juventusi, do ditë të reagoj plus në tifozëria e tij. Kjo ndeshje do i ka të treja rezultatet, unë nuk di nga të anoj në këtë ndeshje. Okej, nëse njëra nga këto ekipe po themi fiton ose tregon një lojë më bindse në këtë ndeshje, besoj do marr aty imazhin e ekipit që do jetë ekipi që duhet mundur këtë vit në Serie A dhe ekipi që do të udhëheq kampionatin. Mendoj se e kanë arritur këto dy ekipe janë ato që mendoj unë se do ecin më lart bashkë me Interin e me Napoli. Po prandaj them që është një lloj finale në thonjza që mund të përcaktoj, po themi ekipin që do jetë më mirë këtë sezon. E vërtetë është që mund do jetë një tregus. Po patjetër. Ekipi që do luhet të dielën në orën 20:45, kështu që do të jetë gjitha një përballje për të shijuar. Jemi në fund të emisionit, mund të bëjmë një parashikim? Bëjmë parashikim, jepi forca. 2-1 për Juventusin. Fiton Juventusi 2-1. Unë nuk do bëj, unë shpresoj shumë që të fitojë Milani si tifozë i Milanit që jam. Do ta komentojmë te Inter për vetes bare. Me siklet ta bëra atë parashim. Unë ta thash që edhe pse Milani po luan shkëlqyeshëm dhe ti bie dakord që në Serie A Milani këtë vit e ke shumë të mirë, prapë un kam frikë. Përderisa kam frikë, mund të them që thua e fiton Milani, bëj një parashim. Jo, mund të them që jo, barazim 1-1 po them. Atëherë dhe kujtojmë javës tjetër se si kemi dalë me parashikimet, s'është jemi dha ishte zot, po ta mbash mend me do bëhemi. Do përmirësohemi avash. Okej, jemi në fund të emisionit thashë the me sport edhe për këtë të enjte. Do t'ju lëm takim të enjte në ardhshme, pasi do të kemi shumë për të diskutuar. Deri atëherë miru pafshim.